Po ekonomia, ku është ekonomia? Pse ngriti duhet për pjetë e Mërë Hoxha dhe Ramizalia? Nga ekonomia, se po tjetë nga ideologjia të arrijnë dhe 200 vjetë tjera. Por kur e panë se s'kishin që atë hajnë, atëhere u dorëzuan. Tash ku do vend këta, ja I bën këto bukurirat mbarohen. Tash ku do vend, ç'a do han? Dhe Roskoveci ka një popull. Në dallim me fermat e tjera ishte në ferma jonë ishte autoktone. Kishin pak të huaj. Dhe janë fise që njithen me njëri tjetrin, janë shumë të afërt. Ju vetë me origjinë nuk jeni nga ajo zonë. Jo, thjesht keni punuar dhe prandaj gjithë marrëdhënia juaj është me punën. Jo, unë, si që dini, në rrjet nga I familje juristës, babaj ka qenë jurist, ne me origjinë të lashtë jemi nga Voskopoja, por me origjinë të re jemi nga Elbasani, nga lagja Shënkoll e Elbasanit. Edhe nga gjithë jorgaqët, janë 6 jorgaqë që kanë mbaruar për gjullet tërsi, unë kanë tërthuar. Vetëm ju keni tërthuar. Edhe e kanë fjallën që çdo të bëhet, ja u zbukuruan këto qytete, edhe kjo është për të hequr kapelet. Edhe unë do më ka rënë rasti dhe bje rasti të shoqëroj shumë të huaj. Edhe kënaqem me këto që janë bërë, sidomos me turizmin. Po, çfarë do hanë këta, ky është problemi. Se unë do marrë një mik nga Korfuzi, do ta bie këtu. Po nëse ti do nxjerrësh mish nga Meksika, edhe vezë po nga Greqia, edhe qumësh nga Serbia, ai ato I kanë Korfuz. S'ka pse të ketë këtu. Po ai do vi këtu, se në fundit njeriu për të ekzistuar do të hajë. Po në Ministrinë e Bujqësisë keni pasur kontakte ndonjëherë? Jo, Ministria e Bujqësisë nuk na njeh. Fare? Absolutisht. Absolutisht. Do të thënë nga viti, po themi, marrim 92-shin, 93-shin, 94, dhe deri sot që flasim, jo mua, se mbi mua ka dhe të tjerë që ishin më të aftë dhe më zotë se unë. Nuk thriti një njeri, edhe disa thirrje që I bëm, që mërë në thrisë njërë në dëgjoni, është e pamundur. Kështu që u shkuat atje në Roskovec përsëri, tek vendi punës, atje u mundua që të rikrijonit një diçka për banorët përsëri, me këshilla. Por, dëgjoj, sot është ajo mania për të qytetëruar gjoja. Duhet I kënë qytet, qëtë. Po qytetëruar pa ngrënë nuk ka. Qytetëruar pa ngrënë nuk ka. Hollanda, kur thonë një fjalë, botën e bëri Zoti, Hollandën e bën hollandezët. Ka marrë gjysmën e tokës, e ka marrë detit. Edhe ata nuk u nisën, ata imagjino të thuash sot të hollandezëve që ju kështu, po leni marrë ato. Si jemi neve, këto I bëjnë të mëdhenj, se unë pyeta hollandezët, që ata e dini ju, Philips I famshëm, që unë e kam njohur që kur në kohën e Zogut, se kemi pas në shtëpi një radio Philips me bateri, edhe I thashun, po ju, pse nuk merren? Po, ja, ku kemi ne para, tha. Ato I kanë rusët dhe amerikanët, pavarësisht se gjërat tjera e japin ne, se ata do të thënë, prodhojnë aparatura për satelitët, edhe për gjërat e reja që dalin. Ata që nxjerrë Amerikani, për 6 muaj nxjerrin dhe ne, po pse të harxojnë? Ose ata kanë prodhim makinash, edhe me famë ju dolën kamionat, kurse veturat nuk ju dolën mirë, e ndërprejnë me njerë prodhim në saj. Tash ky është merakuj. Merakuj që unë doja të flisja në një televizion ishte ky, që çdo të bëhet me këtë blegëri, ku shkojnë, çfarë do haj ky popull. Kjo më shqetëson. Edhe me qumësh artificial. Edhe thoshin bile dhe hollandezët I kishin merak këtë punë,
More me përpara, thoshte, e këshin fjallën për këto vendet tona. Në fabriket dhe qumshit shkojnë kamiona me bidona dhe dilin kamiona me shishe. Tashti shkojnë kamiona me arka, dhe më thëmë me qumësh pluhur, edhe dalin me shishe. E kupton? Ku do ven me qumshin pluhur? Pse, ndërkohë ju mendoni që në Shqipëri qumshi që shitet është pluhur, nuk bëhet fjalë për prodhim blegtorie. Të gjitha këto kompanit që reklamojnë qumshin janë me qumësh pluhur. Absolut. Po pse e keni këtë siguri? Dhe jo. Si thaj, unë e di që jam kokër misri, tha po gjeli e di, edhe qeveria e di, edhe ne e dim të gjithë, mirë pas njerit nuk intereson të thotë. Pse? Sepse ngelen pastaj pa prodhim? Sepse nuk kanë që bëjnë, mirja e shave. Por jo, po kjo është mashtrimi madh, që gjithë të kompani që të na gënjejnë me qumësh pluhur është tmerr. E shave këtë, po e ke këtë plot? Ja, thash unë që qumësh është ashtu. Ku do veshte të marrë qumësh? Dhja. Unë s'marr fare. Unë nuk marr më. Më ka zënë frika. Më thoshte, ajo zonjusha që me pruri këtu, që ajo qenë nga peza, dhe tha unë familjen tha e mbaj atje, tha dhe vajzën tha i jap tha qumësh tha që blej nga lopa e komshit. Po. Edhe unë i thash, në qofë se dojnë porosi prej me, as qupën, as vet, as burrin, mos hajderin në Tiranë, po rri atje. Për shembull, në Korfuz, të gjithë pasurit të Korfuzit nuk rronë asnjëri brenda Korfuzit, qytet. Në Amsterdam, të gjithë të pasurit të Amsterdamit nuk rrojnë qytet, rrojnë për fshatra. Dhe efektivisht, se Korfuzi rrethohet me kodra, rreth i qarë. Këtu ne po bëjmë fshatra, po bëjmë za fshatra që të shohim njëri tjetrin. Ne edhe këtu po gënjejmë vetëm. Fshatra ku shohim njëri tjetrin, fshatra pa obore, fshatra pa lop, pa pula, pa vezë. Ne këtu po ndodh një eksperiment i madh, nuk e di, social. Kjo